background tuaj është pediatria infektive, është e vetmi e godin që do të rekonstruktohet dhe do ndërtohet nga e para. Kjo do prishet kjo? Kjo do prishet. Sa pediatria është komplet e mbaruar. Kjo ka qenë vazalje, por përkohësisht është kardiokirurgjia dhe ndërkohë po punohet për mobilimin dhe blerjen e shkretëve. Mendojmë që do marrësi jemi gati për ta kërkuar gjitha kushtet ashtu sikurse është një spital të standardeve evropiane. Ekipi shumë i mirë, i mjekëve, formuar një pjesë jashtë. Ka çdo të kolaborojnë së mos pjesa e kardiologjisë me profesor Kastak në Technical University of Lyon. Në gjithmonë të updateuar. Prandaj besoj se në këtë anë jemi mirë, tash kam dalë dhe një publikim në New England Journal nga pjesa e kardiologjisë, që janë kam bërë dhe më shumë pushë shkencore. Spitali Viktor ishte rregulluar, Po. Spitali Viktor nisi ditore, përsëri rregulluar, konstruktuar. Ambientet. Gjitha shërbimet që janë kryen brenda ditës, ashtu sikurse në pjesë e mëdhenjës. Ndërsa kjo është djegje plastike, është rekonstruksion total dhe mendohet që fillimet të përfundojnë në fillim të 2027-s. Punohet në 2 faza. Faza e parë është katërkaçi dhe e gjithë godina pritet që të përfundojë në fillim të 2027-s. Kish parkimi i ri? Ka shumë vende. Shpresojmë që të japi zgjidhje parkimit, pa diskutim sepse njerëzit janë Jo, ky është gjithë komplet. Sepse heqja të fluksin e madh që ka për të parkuar Jo, gjithandaj. ideja është që me ndërtimin e këtij të hiqet Të eliminohen makina nga qarkullim. Patjetër. Pastaj këtu bëhet qarkullim vetëm makinat që janë të domosdoshme, autoambulancë dhe etj. Parkimit multifunksional të spitalit Nën Tereza, i cili do të akomodojë rreth 1400 poste parkimi, ndërkohë që gjithë sipërfaqja që sot që flasim, që parkohen janë 790 poste parkimi. Që do të thotë, ky parkim praktikisht do mbledhë 100 shkakte plus e kapaciteti tjera shtesë që duhen për që se futon në të ardhmen. Ndërkohë që ka dhe hapësira të tjera, pritje, akomodimi, shërbime për të organizuar konferenca, për të organizuar trajnime për mjekët, për profesorët, të cilat do të jenë bashkëlidhur pjesë e këtij kompleksi. Aktualisht punimet kanë ecur me një ritëm goxha të mirë, një dalë në kodën +1, i gjithë ndërtimi do të jetë +5 Ka dhe kod nëndoksore. Po, -1 ku ka mbaruar praktikisht. Ndërkohë parkimi ka të gjitha normativat për një parkim, për një qendër spitalore, duke filluar që nga nevoja për platforma sipër për uljen e helikopterëve të emergjencës, deri tek ashensorët, të cilët mund të futet dhe ambulanca dhe deri tek ashensorët që janë të përshtatshme për parkime specifike për qendrën spitalore Nën Tereza. Kjo është vetëm një ndërhyrje, ajo që është e rëndësishme është pjesa e dytë e ndërhyrjes, që duke akomoduar gjithë parkimin në këtë sipërfaqe, ne praktikisht lirojmë gjithë sipërfaqen tjetër të lidhur Nën Terezës, duke hapur rrugë rikualifikimit dhe rigjenerimit të asaj sipërfaqe, për ta kthyer atë në një park urban dhe flasim për një sipërfaqe rreth 80.000 metra katror, që praktikisht nëse rikualifikohet mund të jetë parku urban më i madh në Tiranë, e cila duke u rikualifikuar, duke bërë jo vetëm për pacientët dhe për familjarët e tyre, por për gjithë zonën, mund të kthehet një nga parqet më të bukura që Tirana ka në gjithë hapësirë që po flasim. Praktikisht ne shpresojmë që të mbyllim punimet për ndërtimin e kësaj vepre brenda shtatorit të vitit që vjen. Janë rreth 40.000 metra katror një tip. Është 4 kate sigurt 5. 5 kate dhe një nën tokë 6. Në overall është 40.000 metra katror një tip. Kjo është shpëtim i madh shumë. Shumë shpëtim i madh. Dhe faktikisht Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka dashti gjithë eksperiencën, ka edhe bilancin shumë pozitiv me këto struktura parkimesh, sepse janë edhe fitimprurëse në funksion të institucionit dhe në funksion të fondit si investitor. Dhe natyrisht bëhet një ndarje midis atyre që janë punonjësit edhe që kanë një trajtim të veçantë, atyre që vinë pastaj nga jashtë që e përdorin dhe ndërkohë ky ka dhe një akses nga jashtë spitalit,
që bëhet një parkim edhe për zonën. Pra, në një pjesë caktuar të strukturës, akomodohen makina të zonës, të cilat paguajnë edhe bëhet generator të ardhurash. Është modeli konsoliduar tashmë i një partneriteti publik-publik, që Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka bërë me QSUT, ku praktikisht të ardhurat kalojnë pjesërisht për QSUT dhe pjesërisht për Fondin Shqiptar të Zhvillimit, të ardhurat që deri më përpara merreshin nga koncesionari privat. Duhet bërë paralelisht projekti i parku, se kjo ka qenë ideja që ta transformojmë gjithë QSUT-n në një park me godina spitalore, kuptohet? Po gjithë to pjesë që janë këtu që nga shumë vite, të rikualifikohen, të rishikohen me këtë sy edhe vetë gjithë sistemi rrugëve të rishikohet me syrin që s'ka më makina që hyn e dalin, janë vetëm ambulancat, janë kursitë dedikuara, pastaj një pjesë mund të jetë me kaldrëm për punësorët. Mund të bëhet diçka që realisht të ndjehesh sikur shkon në një vend për tu rigjeneruar, jo sikur shkon në pazar. Por ti që e ke njohur pazarin, ti je shef ndryshimin, apo? Unë shoh se kam një shef ndryshimin, se ti pazarin e ke njohur. Unë e këshikoj të ndryshimin. Kjo është e vërtet. Ambientet, situat janë shumë të mira.